Situata në kantierin e aeroportit të Vlorës vijon të mbetet e tensionuar pasi dhe për të dytën ditë radhazi punëtorët dhe kompanitë e Bexhet Pacollit dhe Valon Ademit që kryejnë punimet nuk janë lejuar të hyjnë në zonën e ndërtimit. Bllokimi ka sjellë pezullimin e proceseve të punës në kantier, ndërsa burime nga vendngjarja bëjnë me dije se në qendër të përplasjes janë mosmarrveshjet mes Mapco dhe 2A Group. Ndërkohë, mbetet ende e paqartë se kur do të rifillojnë normalisht punimet në aeroportin e Vlorës, një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore në vend. Kujtojmë se tensione pati dhe dje, ku ka pasur përplasje edhe me policinë. Administratori i kompanisë time, Alpsab Investiment, kam bë punime këtu gips, boj dhe plak, punimet e fundit dekorative edhe veshjet e mureve. Po ne jemi njoftu dje, kemi ardhur për punë, në 7:30 për herë, dhe nuk na kanë lejuar me brenda në objekt. Ne këtu brenda kemi akoma elementet, veglat e punës, kemi punën pa përfunduar, nuk e kuptoj arsyeën çfarë ka ndodhur mes dy kompanive, po besoj se nuk është e drejtë në ndaloj të hyrja neve. Ju me kë keni marrëvesh? Me Mapco, me Bexhet Pacollit. Po, edhe çdo gjë ka shku shumë mirë deri dje. Dje pa dieni, pa informacion, pa si që ne na vun dieni se nuk lejohemi për të hyrë brenda. Ne sot kemi ardhur po prapë. Marrojmë punimet tona sepse edhe 10-15 ditë dhe marrën komplet aeroporti, ka ngel vetëm punimet e fundit. Ka ngel dhe nuk e kuptoj arsyeën. Kur e kishin në kontratë? Ne kishim në fund të prillit, por edhe këto na janë bë pengesa herë tjera, por pa u bë kaq e madhe sa kësaj radhe. Kemi pasur 10 ditë se s'kemi punuar. Se na kanë pengu, Mapco na ka shu njoftim se për momentin nuk do punojmë, pastaj na kanë njoftuar se do punojmë. Nuk e kam idenë. Nuk kam asnjë informacion. Shumë se për gjithë nën-kontraktorët rreth 4-5 ditë pune është dhe terminali dorëzohet. Juve konkretisht me çfarë punimesh bëni? Sa kohë keni me kë keni marrëveshje apo kontratë? Unë jam nën-kontraktor i Mapcos, kam bërë mbi 90% të punimeve, kam kryer që nga gipset, shtresat, plagat dhe gjitha të tjera domethënë që janë në punë. Gipset, tallanet, gjithçka tjetër kanë mbaruar, përveç edhe 100 metra plak, janë që për 2 ditë domethënë gjithçka përfundohet dhe terminali është gati për të hapur. Atë cili është pengesa që ju shkaktohet? Dje kemi ardhur në punë si zakonisht, domethënë me punëtorët dhe me çunat dhe një urdhër i vijas nuk na ka lejuar që të hymë sepse thonë që kontrata i ka mbaruar Mapcos me vijan dhe kanë problemet e tyre me njëri tjetrin. Kjo mendoj që nuk është arsye për të pezulluar punimet, pasi e gjithë terminali për 4-5 ditë përfundon. 4-5 ditë sipas jush në qoftë? Po, është në funksion. Është në funksion për 4-5 ditë si terminal. Pjesët shtesë që janë të rrugëve nuk janë të bëra sepse i ka kompania tjetër 2A-ja. Pra mosmarrveshja midis Mapcos edhe 2A grupit, edhe ju nën-kontraktorëve po ju penalizon për këto punimet? Mosmarrveshja që kanë këta ndërmjet tyre po na penalizon ne si nën-kontraktor që ne mos dorëzojmë punimet që kemi kryer. Sa nën-kontraktor janë? Rrihemi rreth 30-40 nën-kontraktor.